ndërsa aktualisht gjendëm në burgun e sigurisë së lartë, ku edhe këto pra po zhvillohet procesi votimit ngjashëm sikurse edhe në komunat e tjera. Shikues të nderuar, dita e sotme është ditë në të cilën në Kosovë pra po zhvillohet procesi i votimit në nivel lokal. Ne, Kallzopi.com, jemi duke raportuar që nga orët e hershme të mëngjesit në lidhje me procesin zgjedhor i cili zyrtarisht ka filluar në orën 7 të mëngjesit me hapjen e çandrave të votimit në të gjitha komunat e Kosovës, ndërsa aktualisht gjendëm në burgun e sigurisë së lartë, ku edhe këto pra po zhvillohet procesi votimit ngjashëm sikurse edhe në komunat e tjera. Nga brenda burgut të sigurisë së lartë do t'ju sjellim pamje, por edhe intervistën me drejtorin e këtij burgu të sigurisë së lartë i cili ndodhet në Gërdos, në zonën e Podujevës, e cili do të na tregoj për procesin e votimit në të cilën do të kalojnë të dënuarit të cilët janë pra në burgun e sigurisë së lartë e të cilët kategorizohen nga të dënuarit me rrezikshmëri të lartë dhe të mesme. Aktualisht në burgun e sigurisë së lartë është ekipa e Komisionit Qendror Zgjedhor, të cilët janë duke i kryer edhe përgatitjet e fundit për të dënuarit të cilët janë në burgun e sigurisë së lartë e të cilët do të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës gjatë ditës së sotme. Në burgun e sigurisë së lartë janë rreth 190 të burgosur, 125 prej tyre kanë të drejtë vote, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pra është duke kryer edhe punimet e fundit pra për të kategorizuar secilin të burgosur, sepse të njëjtit do të votojnë ashtu siç do votoni në komunat e tyre nëse do të ishin në liri. Pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka të kategorizuar të gjithë të dënuarit të cilët janë në qendrën në burgun e sigurisë së lartë, në burgun e Gërdocit, i cili pra do të zhvilloj edhe gjatë ditës së sotme procesin e votimit. Të dënuarit të cilët janë në burgun e sigurisë së lartë pra janë të kategorizuar, të gjithë do të votojnë për komunat të cilat ata i takojnë, pra qendra ose shërbimi korrektues i Kosovës bashku me KQZ-n, pra kanë disa javë që kur ka nisur edhe procesin e verifikimit të dënuarve të cilët kanë të drejtë vote dhe do të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës për të votuar në nivelin lokal, pra një nivel i cili normalisht pra zhvillohet gjatë gjithë ditës së sotme dhe që nga ora 7 e mëngjesit dhe do të përfundoj në orën 7 të mbrëmjes. Drejtor, e pam që votimi është thuajse i njëjtë, të dënuarit këtu do të votojnë në të njëjtat flet votime siç votohet në pjesën tjetër të Kosovës. Sa kohë ju marrin procedurat për me aranzhu gjithë procesin e votimit në burgun e sigurisë së lartë? Po ashtu siç e the, edhe këtu, domethënë procedurat janë të njëjta sikur edhe jashtë. Ne kemi bërë gjitha përgatitjet në bashkëpunim me KQZ-n që gjithë burgosurit cilët kanë drejt votimi, sot takzojnë atë drejt dhe të procesit të ecën mirë. Ne kujdesemi në aspektin e sigurisë që t'i përcjellim secilin burgosur veç e veç edhe të deri në qendrën e votimit që është përcaktuar dhe procesi do të shkon ashtu siç është planifikuar. Në total sot burgosur janë aktualisht dhe sa prej tyre kanë të drejtë vote, të cilat ju i keni identifikuar? Në total ne kemi rreth 190 burgosur. 125 prej tyre domethënë janë shtetas të Kosovës dhe do të kenë mundësinë e votimit. Sa kohë duhet shërbimit korrektues për me organizu votimin brenda burgut të sigurisë së lartë në këtë rast? Jemi në komunikim çdo herë, domethënë sikur edhe në zgjedhje tjera, me KQZ-n, dikur rreth 3 javë më herët përgatiten gjitha listat, gjitha komunikimet me KQZ-n, në mënyrë që gjithçka të shkojë mirë në ditën e votimit. A ka ndonjë rast ndonjëherë kur dikujt ju është mohu e drejta e votimit për shkak qoftë të mungesës së dokumentacionit, qoftë është pranuar së fundmi në burgun e sigurisë së lartë, që normalisht duhet proces i veçantë për me vendosur një listë votuesve? Po rregullat janë të përcaktuar me ligj dhe KQZ-ja i zbaton. Ne kujdesemi që gjithë ata të cilët kanë letër njoftim valid të Republikës Kosovës, po edhe dokumente tjera valide me të cilat mund të votoj, që ato t'i kemi të përgatitur për ditën e votimit. Askujt nuk do t'i mohuat asnjëherë, domethënë mundësia për të votuar. Kështu që jemi këtu për me garantu në rënd parë sigurinë, pastaj
edhe votimin gjithsesi. A ka hezitim ndonjëherë prej të burgosurve me votu apo shfrytëzohet momentumi edhe prej anës së tyre për me vendos, sepse procesi është i njëjtë, ata do të votojnë pra janë të kategorizuar gjatë të burgosurit se në cilës komuni takojnë dhe do të votojnë për atë komunë. A ka hezitim apo dalin të votojnë? Nuk ka hezitime, ne nuk kemi pas hezitime, domethënë ndër vite sa i përket anës të burgosurit, megjithatë është e drejtë e tyre që e garantume kushdo që është interesuar të votojë mund të votojë. Sot qysh është pjesa e stafit, qysh është organizu? Po stafi sot është i organizuar në grupe të caktuara, secili ka përgjegjësinë e vet, secili i ka detyrat dhe obligimet. Siç përshini, domethënë është një siguri maksimale, mirë që të garantojmë që gjithçka do të shkon mirë. A është një orë e caktuar e cila është caktuar për me votu të dënuarit apo mundën gjatë gjithë ditës me votu? Gjatë gjithë ditës deri në ora 7, ashtu siç janë të parapame hapja dhe mbyllja e qendrave të votimit, ne jemi këtu për të garantuar këtë proces. Aktivitetet e tjera janë të parapame me humbaj gjatë ditës sotme? Aktivitetet nuk ndalohen tjera, domethënë ne vazhdojmë me rutinat cilat i kemi përcaktuar, domethënë dita vazhdon siç është e parapame.